Kol Domgjoni jeton në Zvicër, por ai sot në 4 të mëngjesit është detyruar të fluturojë nga Zvicra për në vendlindjen e tij në Kushavec të Gjakovës, sepse është njoftuar se shtëpia e tij ishte thyer. Kam ardhur unë për Zvicrë, edhe milicia pa ardhur hala këtu. Kur thash tash erdhe për Zvicrë, thash po. Po çu shon kjo punë, si e peshën në vet. Do të thënë ba. As ki siguri në orë në shpe, as në rrugë. Milicia, sot më thanë që jemi edhe pak, tha. Si mi do me komunën e pesim edhe pak, se në kontrollojmë. Grosë me kanë marrë, dikun një 800 euro. Unaza edhe zënësirë, pynatela, i mi kanë marrë. Që peshën edhe vetë, të është di gjënë, së më ka zukë, se shka ka hupë. Mirë po jo vetëm shtëpia ti ishte caki hajdutve. Edhe shtëpitë e 2 vëllezërve të tjerë të tij, Dedës dhe Gjokës, dhe një të afërmi tjetër, Gazmen Domgjonit, ishin cak të sulmeve brenda një nate. Që kjo para 2 jove, edhe shtëpia vllavët aty janë tentuar më thaj, po s'është thaj. Para 2 jove kanë ardhur, kanë hiqur këtu, kanë përvohur këtu te kjo relet, e kanë çuar reletën pak. E kanë përvohur për me hap drejtorin, s'u kanë hap. Kanë dalë përpara një drejtore po dromit, sigurisht aja mos e kanë kështu e hapën në keper, aty e kanë hap drejtoren, kanë hi, këtu e kanë marrë lavashken, kanë marrë laptopin, edhe Misha ka ardhur për Gjermani, për Hamburgi, ka ardhur këtu. Po shkam jo bon, na po besojmë në gjëja, po besojmë në polici, po ja vlojmë policisë, po ja vlojmë drejtësisë këtë punë. Në mushin me zgjedhje. Vëllezërit Domgjoni akoma s'po kuptojnë se si ka mundësi brenda muajit të thyen dhe tentojnë të vidhen 5 shtëpi të fshatit të tyre. E akoma më keq se të gjitha shtëpitë janë të vllazërisë së tyre dhe deri me tani të mos vihet para drejtësisë askush. Ndërsa stacioni i policisë së Gjakovës lidhur me këtë rast nëpërmjet telefonit njoftoi se janë duke u marrë intensivisht me këtë rast dhe se hetimet janë duke vazhduar.